Aksioni i kryer së fundmi nga institucionet vendore me qëllim pastrimin dhe kthimin në një ambient rekreacioni të gjelbëruar në afërsi të Urës së Bardhëve ka rezultuar pa sukses. U bë një punë mirë nga njësia administrative për largimin e inerteve nga kjo zonë dhe zëvendësimin e tyre me fidan pemësh. Megjithatë, persona të papërgjegjshëm duket se nuk janë sensibilizuar ende nga kjo nisëm e pushtetit vendor. Pavarësisht se njësia administrative rrethina së fundmi ka ndërhyrë për pastrimin e inerteve këtu pranë Urës së Bardhëve dhe mbjedhjen e pemëve me qëllim që zona të kthehet në një zonë rekreative, sërish personat e papërgjegjshëm kanë nisur që të ndotin këtë ambient. Para disa kohësh Bashkia e Shkodrës realizoi largimin e mbetjeve inerte, të cilat ishin depozituar pranë Urës së Bardhëve. Megjithatë, duket se këto fushata asnjëherë nuk kanë patur ndikim afatgjat, përderisa zona në fjalë është jashtë monitorimit me kamera. Mbeturinat së bashku me inertet rrezikojnë të kthehen në një mal të madh. Për këtë banorët kërkojnë që kjo zonë të monitorohet 24 orë me kamera, ndërsa shprehen se duhet të ndëshkohen persona të cilët ndërmarrin këto veprime të jashtëligjshme. Ndërkohë RR-n që lëshojnë këto mbeturina bëjnë situatën as pak normale edhe për vetë banesat dhe bizneset që ndodhen aty pranë. Sigurisht një tjetër anë negative që sjell kjo papërgjegjshmëri e dorës së njerëzit, shpeshherë ka sjellë edhe katastrofa ekologjike.